shkatruan të atë, nuk ke drejt me akuzu nëse s'ke fakte. Jo t'ja fillojsh, tha, marrja në përgoj e nderit të grave të besimtarëve është nga gjinohet shkatruese. Se përbalo. Se përbalo. Për çfarë bëj? Hiç mos bëj. Bile edhe për bashkëshortën tënde. Jo. Pa fakte jo. Me marrë më qafë me letin, me shkatru njerëzit, me i nda, me i coptu, me i qo para vrasjes, para theks, para gjyqit. Jo. Ti esh i bazu, ti esh me fakte, ama në përgojë si shflasin në po, filoni apo filonja. Isoj edhe për burrat edhe për gratë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend jo pa qëllim kështu, se edhe për burrat isoj është. Ja, në mënyrë absolute, nuk na lejohet. Pra futet nga gjinohet shkatruese. Edhe i tjetër, akoma më i rrezikshëm, përdoruesit e kamac. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë shkatru. Me dashje, faza e parë. Domethënë, seri, bëjt shmas se të mos jesh me këtë grup. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot do të ringjallen si të shmendur, si të lujt mensh, do sillen, për shkakun e ngranjes kamac. Ngrania është dy llojesh. Një ngranje me dashje, sa që Allahu na ruaj njëri mund të jetojë vetëm me fitimin e asaj. Nga gjinohat shkatruese, nga gjinohat që nuk ka dobi, me përjashtim të pendimit. Edhe ta vjellësh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta vjellësh atë keqe. Domethënë, të shkatrohet kur ta përmendsh për s'dyti, mos i je pendu, mos i je largu prej saj. Vallai kjo botë se nuk ka luftë për gjë tjetër, 95% vetëm prej kamac. Pse Allahu xhallahu xhelalu thot, largojeni alkoolit, bigjozit, kamatës, mishit derrit, edhe sihrit e magjisë. Sepse nëpërmjet këtyre veprave shejtani dëshiron të fusi përçarje mes jush. Pse zonjën? Kanë lek pak, sa të dushkon. Kanë tokë pak, sa të dushkon. Edhe kush e bën luftën, ata që kanë tokë më shumë, sipërfaqe më shumë. Plot. E kemi marrë tokën, i kemi marrë ishuj, domë dhe detin pak, t'ja marrim në Shqipërisë pak. E kanë marrë naftën e botës, e në këtyne t'ja marrim pak. Pse në kjo? Këta janë ngrancit e kamac. Është llogarit që lufta parë botërore e lufta dytë botërore, krejt lek të kamac i kanë harxhu për tanke, raketa, aviona, hekra, topa, plot. Vetëm për të vrarë rob, a i fitot me kamat? Po. Ku i qot? Qërë bëhat ma të lek? Urdhura ku i ke. Shko se të i ke anije, tu kalb në përdet, miliona. Vallaj të gjoni atë hosh një atje, po në gjithë bota kështu hezë hosh. Me qindra, po i mi shtetë sa janë, kështu hezin me këta. Të që nuk e di që të njëjmë, të, apo të njëjmë ata. Njëjmë ata. 3 miliard leki, 3 miliard euro i avion. Njëjmë ata. Me para të kamaci kanë bo. Me djerës në ballit nuk i kanë bo. Jo për zotin. Miliona njerëz që i ke pa ujë në për Afrikë, e në për Indi, ca vendet tjera, këto i kanë marrë lek. Merë atje, grumëllë flaninin, prodha hekra e avione e tjera. Ku shkojnë? Atje të shkojnë. Për zotin e madh hajrën për t'ja pa nuk kam. Po të që halli kam unë kam hallin ju vëllezërit e mi të dashur. Ju besimtarë dhe besimtare. Shmangni e saj sepse nuk ka hajrë. Pse ata e kanë marrë për sipër. Kanë për t'ja pa hajrën. Edhe këtu në dynjë, edhe përpara Allahut xhelel xhelaluhu. Allahu thot largoni sepse i ditë do të jetë fort llogaria përpara madhërisë Zotit xhelel xhelaluhu. Unë nuk po them tjetër sot, po them o Zot, na largon nga këto gjinohet të rrezikshme. Inshallah Zotit na largoj. Kushdo që e sheh veten që ka ndaj pjesë për kësaj, sa të mundet le të largohet. Sa të mundet. Allahu do t'ja hap rrezikun në 500 krah. Nuk do të ngelesh pa ushqim, pa bukë, pa ujë. Sahabët kur e kanë derdh alkoolin, thuhet që një vit kanë shkuar të rkejat e era e keqe. Se e keni parasysh që ka shumë herë të keqe, më të keqe se droga. Dhena, alkooli, pra po ta hedhësh tu,
me plasë shishe alkoole duke hekrat, është më keqe se droga. U qel veni, Zoti i hapi rrezik, ama ndalon, nuk ju kthen më, i furnizoj, i begatoj, i kënaqi Allahu xhel xhelalu. Sa dosh ju dha. Allahu na largoft edhe ne inshallah. Barakallahu lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله na pranon salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah na fal na mëshirat gjithë na që jemi këtu ya rabbil alamin. Nga këto gjinohe të rrezikshme, o Allah na largo. O Allah na largo, o Allah na mbroj të gjithë ne, edhe pjesëtarët e familjeve tona ya rabbil alamin. O Allah mos ta ndaj nga rahmeti dhe mëshira jote ya rabbil alamin. O Allah na i fshi veprat e këqija. Na i shtot mirat ya rabbil alamin. O Allah na begato, na mbroj, na furnizoj me një mënyrë që të mos kemi nevojë me jashtëni dorën kërkujt përveç mallnis tande ya rabbil alamin. Si çdo njeri, borë dhe gru vjen sot para mallnis tande me gjinohe. O Allah, dhe neve me gjinohe na i fshi ya rabbil alamin. Kemi besim tek mëshira dhe rahmeti jot, tek premtimi që na e ke bënë nëpërmjet gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe besojmë ya rabbil alamin. O Allah, mos na nxjerr për kësaj xhamie vetëm se me gjinohe të fshime ya rabbil alamin. O Allah, na begato, na shëro për gjithë ato që janë smun ya rabbil alamin. O Allah, martoj ato që janë pa martuar dim dhe vajza ya rabbil alamin. O Allah, ato që vjen me borxhe, ndihmojnë që ti likuidojnë ya rabbil alamin. Ato që vjen pa punë, o Allah, punsoj me punë halal ya rabbil alamin. O Allah, gjithçka të na japësh kemi nevojë. Gjithçka të na japësh është e mirë ya rabbil alamin. O Allah, na begato, na furnizo, na mbaj në kujdesin e madhërisë tënde. Na i vazhdoj jetët me iman ya rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu na urdhëron që të jemi drejt, të jemi dhe bamirësa ndaj njëri tjetrit. Na urdhon që të falim namazin. Namazin na afron tek Allahu dhe na i fshi veprat e këqija. Allahu na ndihmoftë.